Territori i Kosovës për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit kryesisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të lehta në disa zona. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime më të gjata. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 4 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 4 gradë Celsius. Kënderaj -1 deri në 5 gradë Celsius. Pej -3 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 5 gradë Celsius. Perizaj -2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 4 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -2 deri në 6 gradë Celsius.